Sulmet ndaj ambasadorit Silvio Gonzato i kanë hapur punë Sali Berishës me Bashkimin Evropian. Komisionerja për zgjerimin e BE-s, Marta Kos, i ka quajtur të papranueshme deklaratat e Berishës ditën e sotme në Kuvend ndaj ambasadorit, lidhur me orientimin e tij seksual. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm, shprehur Kos. Kryedemokrati teksa po fliste për projekt ligjin për barazinë gjinore, përmendi edhe ambasadorin e BE-s, të cilit i kërkoi të paraqiste një direktivë të BE që e kërkon miratimin e një projekt ligji të tillë, ndërsa përmendi përciptazi edhe orientimin e tij seksual, duke thënë se nuk e paragjykon, por nuk mundet t'u imponohet shqiptarëve. Barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë integrale e ligjit të BE-s. Përputhja me të është pjesë e procesit të pranimit në BE. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit të EU Albania. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm, shkruan Kos në X. Ditën e sotme përpara se të hynte në Kuvend, Sali Berisha sulmoi ambasadorin e BE-s Silvio Gonzato për projekt ligjin për barazinë gjinore, ku tha se nuk mund të imponojë shoqërisë bindjen e tij personale. Zotëri, ne respektojmë orientimin seksual të gjithëve. Përpjekjet e tua për të imponuar standarde të përkatësisë së shumëfisht gjinore, përveç asaj binare, edhe në statusin tënd ti je binar, ka fëmijë, ka pasur grua, ka marrë vendimet e veta, mbrapa siç ka shpjeguar jetën e tij personale. Cila direktive BE-s bën fjalë për një përkatësi të shumëfisht gjinore? Tha Berisha. Po ashtu gjatë seancës së kësaj të enjte, Berisha e akuzoi gjithashtu se ambasadori ka urdhëruar që ky projekt ligj të miratohet në seancë. Qytetare dhe qytetarë sillet në emër të direktivave të BE, ekspertë të shquar kanë pohuar se nga 10 direktiva të BE, në asnjërin prej tyre nuk flitet për përkatësi të shumëfisht gjinore, për gjini me diversitet të gjerë. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoi të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktiva të BE kërkojnë një gjë të tillë. Cila direktivë, tu thot shqiptarëve, se direktivat aty, sepse ky ligj nuk ekziston në 21 vende anëtare të BE-s, sepse ky ligj është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese franceze në vitin 2016, se u mohon prindërve të drejtën e edukimit. Ky ligj de facto në shoqërinë post-marksiste godet familjen. Çfarë ka bërë ky grup sorosianësh që ka pushtuar shtetin shqiptar? Edhe ajo që erdhi e rritur e pasuruar pasurisht me fondet e Soros, dhe tani këtë ligj kërkojnë ta votojnë në 2 të natës. E kanë vendosur në pikën 17 të rendit të ditës. Këtë ligj i cili de facto përmbys kodin e familjes, u shpreh Berisha. Pas deklaratës së Berishës, pati qëndrime të ashpra në Kuvend nga ana e mazhorancës.